حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ختم الطحاوي رحمة الله عليه: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلها شيء ولا ينقضهما. Haxhi dhe gjihadi, dy farze prej farzeve të madhe të Allah, thot hecin, vazhdojnë me prisat e muslimanëve gjithsesi nën flamurin, nën udhëheqjen e prisave të muslimanëve, prisave të mirë dhe prisave të këqij, deri në ditë Kiametit. Nuk ka kush që i rënën apo i prish këtu dy parime. Nuk rënohen këtu. Ka për qëllim rahmetullahi alejhi pikës pari mi kundrështue rafidit, shijat, të cilët gjihadin nuk e shofin farz vetëm nën ambrellën e prisit imamit të tyre të ardhur në fund zamanit, në fund dënjas, i cili do t'jetë i pagabushëm e do t'vije një za prej qiellit, pasojeni ju atë, e atër bëhet farz gjihadi. Natyrisht, ne kemi thënë më shumë se një herë se Imam Tahaviju me akiden e vetë përpos që ka për qëllim me sqaru akiden e Ehlus Sunnetit, përballë kësaj edhe me i kundërshtue fraksionet të cilat kanë lindur më herët dhe kanë qenë edhe në atë kohë kur ka qenë Imam Tahaviju gjallë. E shijat nuk diskutohet se është një fraksion apo janë një fraksion begi me peshë, dhe kanë qenë dhe vazhdojnë t'jenë, edhe disa prej parimeve të tyre janë plotësisht në kundërshtim me shariatin islam, siç është çështja e gjihadit azam. Edhe ata jo vetëm gjihadit që nuk e shohin me çdo njeri me luftu, por edhe xhuman nuk e shohin, çdo sen që që është dobimi i madh e që ka nevojë për prisjen e muslimanëve, nuk e shohin legjitime pa ardhjen e imamit të tyre të cilën e presin. Së do që tjetë, ata asnjë argument nuk e kanë për këtë, por të thehme atë që ka është më rëndësi se gjihadi dhe haxhi vazhdojnë. E pse ka cekë bashkë gjihadin edhe haxhin? Sepse që të dyjat dohet me marrë rrugë. Namazin njeriu e falë vetëm. Me ndodhë ndonjë ligë, frikë, luftë, kushte ekstreme klimatike, asë gjëman nuk e falë. E falë shpe, pa namazin prap e falë. Dhe nuk ka nevojë për me falë namazin për kërkon këtë dynja. Veç për etikadin dhe bindjen e tij se namazi është farz, e pastaj a qëllën burg, a qëllën liri, a në luft, a është rab vetë krejt, aja është, nuk e pengon në falën e namazit. Të njëjtën gjë dhe të agjerimit, po edhe për zeqat. Haxhi, e pastaj edhe gjihadi mas andej që nuk është për shtyllave të islamit, por është për bazave të shariatit, ka nevojë për rrugë. E rrugën udhtimin do të asigurej prisi muslimanëve. Për atë arsye,
Muslimant nuk bën me nejt pa pres. I mirë apo i keq. Më mirë i keq se sa pa te fare. Më mirë fasik dhe me thani prishën, cili bën harame, qofte edhe e lejen edhe derë dhe gjakën e muslimanëve, edhe të tjerëve është më mirë qasi me pas, se sa pa te fare. Sepse ai nëse derë gjak muslimanëve, e derë disa kundërshtarëve tyre, i derë 10, 15, 50, ma pak ka ma shumë, ndërsa mas ekzistimi i tij fare apo pezëllimi i pushtetit shkakton rrëmuj dhe luftë civile që kanë njihet sot mes popullit edhe derë dhe gjak ka mundësi ka një herë dhe që shkatërrohet një popull i plot për luftrave civile. Për atë arsye dhe Imam Ibn Taymija rahmetullahi alayhi thotë, po dhe paratina, po dhe mastina, po dhe është logjike kjo, që më mirë është me pas pushtetin e prisht. Që kemi ne, nuk më në thuar pushtetit që kemi ne pushtet i devotshëm, as i sinqert. Nuk më në thuar, por me gjithate, mas në lashtë Zoti pa pushtet. Më mirë kë se sahaq, bila edhe ma këtë se kaq. Më mirë me pushtetin që ka qenë edhe në periudat e më hershme. Ku dhe qoftë? Të Arabt, të muslimant, se sa më se pas pushtet fare. Më mirë ka qenë Iraku 100 herë, në kohën e Saddamit, i cili ka mbush burgjet me kundërshtarë të tij. Dhe ka vrarë shumë njerëz. Por me gjithatë kjo shumë, ka pas kufi. Më mirë në kohën e tij, se sa pas kohës e tij, ku vriten grupacione e luftojnë, grupacione, fraksione, dhe më nga 3-40, e 5-60, 100, ndoshta shkojnë mbrana dite, edhe atë grave, fëmijë dhe pleq. Me që e kemi pa të gjithë deri në këtë kohë të fundit. Kjo sa për ilustrim dhe kështu vazhdon të jetë, edhe më herët, edhe më vonë. Të gjithë njerëzit, Zoti ka lanë njerëzit në qatë mënyrë dhe i ka krijuar, që kanë nevojë për një pushtet. Sado që tjetë nuk është të tema me folë për pushtetin dhe rëndësinë e tij. Nuk është me rëndësi, nuk është për qëllim. Qëllimi më të havijut është me cekë, se ne si muslimon, kemi folë edhe më herët që besa, për vlerën e imamit dhe se kur duhet dalim prej tij, dhe se aguzojmë të dalim prej prisave të muslimanëve, ajo është ka qenë më herët, besojmë që haxhi dhe xhihadi është synimi i tij këto, nuk ndërpriten pse hjeket një musliman i mirë të zam kalifja e muslimanëve ka shkuar, dhe tashmë ne nuk e bëjmë as haxhin as xhihadin. Haxhi dhe xhihadi ka nevojë për rrugë, e se mos tjetë rruga e siguruar, e mbrojtur nga prisat e muslimanëve, se mos ketë dikush që i prin, shka bojnë ata? Që shkojnë në haxh? Për atë arsye ulemaja atje në jurisprudencën shariat, këtu janë në akide atje në shariat, në fik, kur kanë folur për haxhin, një prej çështjeve të cilat i kanë cekur, kanë thënë dhe me qenë, apo prej kushteve, dhe me qenë rruga e sigurt. Me momentin që nuk është rruga sigurt dhe rrezikohet njeriu të jetë haxhiut, dhe me thonë nuk ka pushtet i cili e ruan rrugën, e siguron, por grupe, dalin grupacione, e për grupacioneve, njerëz ka lakmusë që dojnë me i plaçkit haxhit, e kjo ka ndodhur kohë të gjatë dhe shumë herë, e me i friksu, ndoshta edhe me i vra, atëherë pezullohet obligimi haxhit, edhe se kanë bërç haxhit me shku në haxh. Po të njëjtën gjallët e xhihadit, nëse nuk ka një udhëheqësi e cila e udhëheq njerëzit për xhihad, qysh për luftu njerëzit? Grupe, pa ta grupe, pastaj në mosmarrëveshje si për vinë dhe kthehen dhe luftojnë njëra kundër tjetrës, qysh kemi parë në dekadat e fundit,
në disa shtete islame. Pra, se dhe që tjetë, neve na interesan këtu se gjihad dhe haqi vazhdojnë deri në kiamet dhe nuk i prish ardhja po shtetit keq, nuk i prish. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, dhe kemi folë për te. Më të mirët janë prisat ju, më të mirët prisa ata që i dënë dhe ju dojnë. Subhanallah, ata që i dënë dhe i dojnë. Por dhe të salun alejhi o salun alejkum, lutni për ta dhe lutën për juve. Gjithmonë është parime. Ku është razia, ku është dashuria, respekti ndërsjell mes pushtetit dhe mes popullit, ka bereqet. Dhe në kundërtën, wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Ndërsa prisat më të këqij t'juve janë ata të cilët i urrejni dhe i urrejnë juve, i mallkoni ata dhe i mallkojnë juve. Këta janë më të këqijt. Por megjithatë këta vazhdojnë të jenë prisat muslimanëve. Qëllimi këtu është i hadithit. Këta vazhdojnë të jenë prisat muslimanëve. Ani pse në të këqij, ani pse mallkon, dhe të mallkojnë. Do me thonë, i mallkon popullin se s'do mënia i për popull, do mëni për vete dhe familjen e tij, apo rrethin e ngushtina, e që bota arabe është mbushur me si prisa, dhe dolen në shesh njën nga një, e Allah për hjek të bareke e wa ta'ala. Sharan edhe me mirë pjesa tjetër e hadithit, ku Auf bin Malik al-Shujai transmetosi këtë hadith dhe tja Rasulullah, e fela në nabidhëhum indë dhalik, a mos t'i vrasëm, a mos t'i mbysëm, pra, t'i vrasëm, t'i mbysëm. E jo, ka thonë alayhi salatu selam, ma e kamu fikum o salah, për dere sa ata e falin namazin, për dere sa ata u lejën me falin namazin, për dere sa ata u apër mundësi me i kry obligimet fetare, po edhe vetë i kryjnë ato. Për dere sa nuk të pengon në parimet e kryres e dinit Allahut. Nuk të pengon. Nëse hadith është edhe vetë kër e falim, po është për shoqëri islame, faktikisht. është për shoqëri islame, ku prisat e muslimanëve falë namaz. Dhe subhanallah, me qëtë hadithe dhe me disa hadithe dhe regulla, dhe hadithe tjera që formojnë një regull, rrëth kësajna që sillet edhe rrëth këti regulli, prisat arab, ani pse shumë prej ulemave kanë konkludua, po kanë pruven fetfasjen që farë, si i Siris, e i Libis, e i Tunizit, e të tjerë, me gjithat ata për me tërhiq opinionin, edhe për mës me ilan me mendu ata që na nuk falim namaz, e me i luftu, dalim dhe falim namaz para tyre, në veçanti gjumon dhe marrën kamere që jesin televizion, gjdo gjuma ku e fali prisi ty në gjumon. Që të kanë teste kanë ata, Allahu Ta'ala alem, e din më smirti për njetet e tyre. Katë sa përsët, se pastaj kem temen tjetër me dalë të besimin me latë që të e kena ma gjatë, e ma standajmë. Wallahu alem, Zotë e din më së miri, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar.